Tronditër kur ka thënë që kam dalë me Cristiano Ronaldo. A është e vërtet apo gënjen? Si e tronditër? Po tani duke pak e pa besueshme për ne që nuk e kemi takuar ndonjëherë. Që po mund të takoni, shkonin në Dubai, shkonin në Ibiza, shkonin në Madrid, shkonin në vendet ku rrin njerëzit A-list famous people, i takon. Një ditë do shkoj, ta premtoj një ditë. Bon do të marr ty me vete, do shkojmë zënë tropez veren, do i takosh të gjithë. Po shkova me ty nuk i takoj më ata. Jo, i takon sepse ata tani do çao këtë çuni që ka këtë gocë kështu. Me Ronaldo si është. Unë fakt 2017 verës, i kam me një shoqe time, se unë kam jetu në Londër, edhe jetoj akoma, në 8 vite u bë, edhe kam një shoqe franceze që është modele, shumë e bukur, gjithashtu edhe tha, do ikim Saint Tropez, do ikim Saint Tropez. Pe Saint Tropezit ikim në Ibiza. Në Ibiza ishte një jahtë, që ishin disa jahte ato tek porta, që ishin pak si party, a din si që është day party, që është dinner, por një kosisht edhe bëhet party. Dhe po vjen kjo një jahtë, edhe ishin disa çuna, njëri nga ata ishte Ronaldo. Edhe ishin afër tavolinës tonë. Edhe ne Dubai ka tu kërcy. Po vjen njëri e po thet Ronaldo ta lyp numrin. Thash numrin se ja, po për çfarë arsye? Dhe Ronaldo përdor taktikat tona, Po, imagjino, edhe tani tha nesër është një party këtu afër dhe jeni të ftuar. Edhe kjo shoqja ime që është shumë e bukur, tha do ikim nesër. Thash hajt po ikim gjysore, një orë sa na rrihet. Edhe atu tani po në muhabet, po ishte shumë çuni i mirë, ishte shumë i thjeshtë, nuk ishte kështu. Se po e kam takuar edhe Benzema, Benzema është Benzema, në Dubai është kështu, kishte unë jam kingu i botës. Po kush je mor ti, po kërkush nuk ta vari. Do të thotë Benzema. Po nuk, për mua nuk ka respekt, një njeriu i thjeshtë, për mua nuk ka rëndësi kush je, sa lek ke, çfarë statusi ke. Për mua ka rëndësi si i trajton njerëzit ti. Dhe atë moment që ti i trajton një kamarier keq, ose një person, një femën tjetër keq, diçi për mua je zero. Dhe nuk më intereson ai breti i botës. Për mua je zero. Kurse Ronaldo ishte shumë i respektueshëm, ishte me ata njerëzit që ishin servant, shërbëtor, ishin shumë i respektueshëm, stafi, a keni pirë, a keni hëngër, do thotë për të gjithë, unë duke vetja si në Kosovë ose në Shqipëri që të gjithë pyesin, a je mirë, a do një gjë, do thotë, ishte shumë i respektueshëm. Dhe unë për këtë kam shumë respektin për Ronaldon. Tani se tash ma ka bë blog, po më duket në Instagram. Po bëj shaka mre. Se u martu tash, ka shumë kalamaja. Sa atëherë 2016 ka qenë beqar. Beqar ka qenë 2016. Atë vit është njoftuar 2017 njoftuar me gruan e vet. Po ti si dhe as numër as Instagramin? Jo, unë Instagram ja dhash hajt. Bëri follow apo bëri atë profilin privat? Ja, me privat. Të shkruajti në Instagram? Ronaldo Marbella 37, profili privat. Po shuna të Londrës. Pyetja është, çfarë numri kisha ato me prefiks kosovar? Jo, unë akoma kam numrin anglez. Dhe ishte po nuk e di ti më, nuk e ke, vetëm unë e kam. Vetëm Ronaldo dhe unë e kemi numrin. Jo, Ronaldo se mori. Ka numrin. Vetëm unë e kam numrin. Cristiano Ronaldo jam më lart nga ti te një gjë jetë. Edhe unë nuk do të profil privat, i madh mret, je pas ka profil privat. Ti kërkon në Instagramin e për tavolina, unë i kam numrin. Kuptoj vetë ku jemi. Ja, shumë çuni mirë. Unë do të për këtë edhe i kam treguar edhe Big Brother sepse dolën portalet 2017-ën, Gjuli bën party me Benzeman, me Januza ishte në atë kohë shumë i famshëm. Adnani. Po, ishte shumë i famshëm, ishte shumë i ri, 18-19, bile kemi bë shqiponjen në një ditëlindjen e Benzemas çat nat, edhe u bë virale, pastaj dikush më ngacmoi me çunat e futbollit, thash, unë faktikisht futbollin e du shumë. Çunat e futbollit nuk janë pro. Nuk e di pse, po unë duken shumë nuk e di. Të ngush? Gojliga thonë që çunat e futbollit nuk janë gjë në krevat. Jo, nuk e di unë, nuk e di. Jo, se tani po thoni deklarata e Gjulit. Jo, ai ka gjuh. Jo, nuk lë futboll. Dhe që unë mendoj që Diego çuna. Kam lënë kur futboll. Ta jetu ma gjuh tash mua qa. Dhe më trusën që ato. Atë shkruajnë shpesh lojtarës, ma merr mendje që kur shojnë nëpër stadium apo kështu, jo vetëm lojtarë shqiptar, po edhe tuaj ndoshta shkruajnë pak në DM. Po, do thot, unë mas pari shkoj me shiku futbollin edhe ndjesin që ma jep futbolli edhe me shoqërinë që e kam këtë kuqezin edhe gjithashtu edhe të Kosovës. Ose çfarë do futbolli edhe Arsenalin e shikoj edhe Chelsea kur shkoj në Londër edhe Liverpool e kam shiku disa herë. Është futboll, është shumë ndjesi e mirë, po kur dhe shikon këtë trojeve tona është tjetër ndjesi. Por nuk e di çfarë të them. Është më shkruajnë shumë shqiptarët, ndoshta që më njohin çfarë karakteri të fortë kam, nuk guxojnë se në shumica vinë për me lujt me bash shaka me ty. Kurse nuk guxojnë. Trembën koqa shumë. Po më shkruajnë këta që e kanë
që janë në ligë, që own dhe për shembull, Nga Premier League kanë shkruajt? kështu që Nuk po e Kështu që di, këta që po e ka pas janë shkruajt. pak që kanë këtë ekipin e futbollit. Prit, nga cili ekip patën? Një ekip Ma merr mendje një emër e diun, Zlatan Ibrahimović. Po nuk pati dhe ai besim dhe veta kush nuk do ketë tjetër. E vërtet po jo. E pas ka bërë, do Po, të jo. jo, po mos ishte e vërtet. Ja, s'diun asgjë. Ah. Ja, s'diun asgjë. Ja, mos më shteni më jap gjithë këto deklaratë, Jo, jo. pastaj nëse do bëhet portalet full. U vetëm një ekip doja, nga Cilën ekip doje ti? Kë ekip? Nga kush ekip ka shkruajtur lojtar? Zi kë ekip dush? Unë i kam, nuk e kam një. I kam 3, një është Premier League, edhe 2 janë tjerë që nuk e them nga ku më kanë shkruar. Është njerëz normal që kanë përqindjen e ownership of the league. Jo lojtar. Jo lojtar, jo. Lojtar çfarë bëjnë me mua? Pronar. Çfarë bëjnë lojtarët